Rregullimet e shëndetit mendor nuk kanë prekur vetëm të rriturit, por edhe fëmijët e adoleshentët. Trajtimi i tyre bëhet në psikiatri dhe në të shumtën e rasteve ka mungesë të psikiatrëve. Referuar të dhënave të shëndetit publik, 1 në 4 persona në Shqipëri vuan nga shqetësimet mendore dhe në shumicën e rasteve këta persona nuk riaftësohen. Për të luftuar stigmën dhe përmirësuar situatën, Ministrisë së Shëndetësisë u janë dashur 7 vjet konsulta për të sjellë një draftori për ata që vuajnë nga shëndeti mendor. Nga ana e saj, opozita në Komisionin Kuvendor të Shëndetësisë u shpreh e shqetësuar për numrin e pak të psikiatrëve dhe mungesën e ruajtjes së konfidencialitetit të pacientëve. Apo fshehtësia thyet në rastet kur informacioni nuk mbjellet më konfidencial, në rastet kur rrezikohet jeta e vet klientit ose është në rrezik jeta e dikujt tjetër. Këtu përjashtohen nga detyrimi i ruajtjes së fshehtësisë profesionale vetëm kur informacioni i jepet mjekut kurues të sëmurit ose organizmave të përkrahjes sociale. Nga ana e tij, Ministri i Shëndetësisë tha se ka vend për të përmirësuar shërbimin në psikiatri dhe do të ngrihen sa më shumë shtëpi komunitare, ndërsa konfidencialiteti sipas Vacilit është i rregulluar me ligj. Ne po hapim ligj sepse kornizat e ligjit vjetër ishin restriktive. Ligji i ri hap hapësirë. Mendojmë që mund të përmirësojmë diçka më së miri, çfarë lloj plotësimi që ju e gjeni me vend që do t'i shtonte vlerë për mua një kryevlerë, konfidencialiteti është një kryevlerë. Ne jemi të gatshëm të reflektojmë për këtë gjë. Në draft, Neni 7 përcakton për herë të parë të drejtat e të smurve. Ato lidhen jo vetëm me mënyrën e trajtimit, por edhe me të drejtën për të kërkuar shpërblimin e dëmit të shkaktuar nga keqtrajtimet e mundshme. Në anën tjetër, trajtimi pa vullnetshëm i këtyre personave për herë të parë do të vlerësohet me vendim gjykate.